بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje prej Allahut Azza wa Jalla nga tekqiet e shpirteve dhe veprave tona, ata të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, me familjen e Tij, me shokët e Tij dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë të marrim disa nga dispozitat që kanë të bëjnë me martesën dhe me ndalë në ligjëratën e kaluar për të folur për mehrin. Mehrin kemi treguar se është një dhuratë e cila i jepet nga ana e burrit nusës, domethënë gruas së tij. Edhe kemi shqyrtuar më në detaje se a duhet vetëm nusës me i dhënë këtë dhuratë, apo ka mundësi, domethënë me kërku edhe dikush diçka, siç është baba i nusës, apo edhe domethënë dikush tjetër, nona, vëllezërit e kështu me radhë. E kemi treguar se realisht sa i përket babës ka mos pajtime, e ka madhhebi Hambelive thotë se domethënë i takon babës me kërku edhe ai dhe një dhuratë se prindi vajzës, apo me marrë prej dhuratës të vajzës, ndërsa sa i përket tjerëve nuk vjen në shprehje hiç, edhe pse mendimi më i saktë është se kjo dhuratë është vetëm për nusën, edhe nuk ka çka kërkon as baba, as nona, as vëllezërit e lema dikush edhe më i lartë, nga se realisht kjo vjen si dhuratë për nusën dhe martesën dhe më thonë që bëhet. Realisht kam pas dëshirë me përfunduar me çështjen e mehrit, me këto mesele, nga se kam treguar se kena marrë edhe më herët disa çështje të mehri, mirë po përderisa jam të shpjeguar në libër, edhe ai ka hyrë disa detaje, ndoshta i kisha kaluar ato detajet, domethënë si shpejt me e pas në konsiderat edhe ju domethënë dëgjuesit. Si mesele të parë që e ka cek domethënë në lidhje me mehrin, është kur mehri domethënë nuk përcaktohet, apo kërkohet që me u hiq, edhe hiç mos me pas domethënë kësi dhurate. Apo lidhet ky mehri me domethënë një person për atyne domethënë çiftit, apo dikush që është afër aty. I thuë domethënë se cakton, po thu sot lyp nusja, ose se lidh sot lyp nusja, ose ndonjëre prej çiftit, po i thuë sot lyp filan festeku që është prezant aty, e që është i afërm i familjes, e që ja kanë hatrin dyont, edhe faktikisht domethënë e lidhin domethënë me atë personin aty. Sa i përket domethënë kësaj mos përcaktimit domethënë të mehrit, apo tentimit që thjesht mos me pas meher hiç, apo me lidh mehrin me një person që është prezent, apo për njërin prej çiftit me thonë sot e cakton ai, realisht ka mesele
dhe çështje që dietarët e kanë folur në lidhje me këto që e cekëm, edhe prej tyre kanë thonë se fillimisht, pavarësisht edhe nëse nuk caktohet mehri, edhe nëse tentohet mu anulu mehri, edhe nëse lidhet mehri me ndonjën prej çiftit apo ndonjë që është prezent aty, realisht akti martesës është në rregull dhe është i pranuar. Dhe kjo është domethënë mendimi më i saktë. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë është se nëse vjen te martesa, pavarësisht a u caktu, a u tentu mu anulu këtë, domethënë ky mehri, realisht si të vjen te martesa, atëherë domethënë i takon mehri gruas automatikisht. Meselja e tretë që e kanë cekur, domethënë dietarët në këtë çështje ka qenë që nëse saktohet mehri, domethënë edhe vdes domethënë njëri prej tyre, pasi që kanë bë aktin e martesës, faktikisht atëherë thojnë domethënë edhe këto jetë mehri i plot përderisa nuk o caktu. Edhe meselja e katërt e kanë cekur që nëse domethënë shkurrizohet para se me martu, atëherë domethënë para se me pas marrëdhënie intime dhe me martu e çifti, faktikisht edhe nuk është caktu mehri, atëherë sipas mendimit më të saktë se asajna është obligim me i dhënë diçka, edhe pse nuk është caktuar mehri, nga se këtu ka në ajet kuranor, la junaha aleikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Dhe nuk ka gjuna nëse njeriu e lëshon gruan para se me u martu me të, apo je ka caktuar domethënë këtë dhuratën, atëherë nëse si ka bërë as domethënë martesën, as nuk e ka caktuar dhuratën, ka ardhur vazhdim dhe jepni diçka nga pasuria juaj, varësisht se sa ka pasuri. Ai i cili ka pasuri më shumë me dhënë dhuratën sa i takon domethënë atina, ai i cili ka pasuri më pak e që i ka punë më ngushtë, domethënë me dhënë më pak, domethënë është obligim për ata që janë njerëz të mirë dhe janë bamirës. E kam cekur në ligjëra tjetër dhe kam thonë se sipas mendimit më të saktë, edhe nëse e lëshon gruan para se me u martu me të, edhe nuk i ke caktuar domethënë meher, faktikisht mendimi më i saktë është se është vajib me i dhënë diçka nga dhurata, nga pasuria. Bile ka prej dietarëve, si Ibn Taymija se thotë kjo përveç mehrit me i dhënë diçka gruas kur lëshohet, kjo nuk është vetëm për atë që është lëshuar e para se mu martu edhe para se mu caktu mehri, po çdo gru që lëshohet përveç mehrit s'prish punë me i dhënë domethënë edhe dhurat diçka tjetër që thjesht me e zbut edhe me relaksu situatën. Pra, jem duke folur për një mesele. Meselja kur nuk caktohet mehri, që kjo dhurata, apo tentohet mu anulu mehri, atër jenë këtu 4 dispozita. Dispozita e parë, që akti martesës është në rregull, e dyta është nëse vjen te martesa atyre, çiftit dhe kanë marrëdhënie intime, automatikisht aktivizohet klauzola edhe mehri i takon. E treta, nëse martohen e vdes njëri prej tyre, automatikisht domethënë i aktivizohet klauzola e dhuratës dhe mehrit. Mirë po, meselja e katërt, nëse lëshohet para se mu martu, e realisht mehri së caktu, atëherë domethënë këtu nuk ka meher, mirë po thjesht duhet me i dhënë diçka sipas mendimit më të saktë që thash është vajib, edhe pse ka prej dietarëve që çështja thonë është sunet. Kjo është sa i përket meselës parë, meselës së mehrit dhe mosaktimit mehrit. Mesele tjetër që e kanë cekur dietarët është
Çështja e mehrit është e lidhme, pothuajse kryekpot me marrëdhënie me pas me dikën. Edhe kanë cekur se të çështjet e marrëdhënieve, domethënë duhet me i kalu disa lloje janë të marrëdhënieve, që në disa ka meher e në disa nuk ka meher. Për shembull, kanë cekur thonë, nëse është akti martesës në rregull dhe i ka plotësuar gjitha kushtet e shariatit, realisht mehri i takon. Kjo është e para. E dyta, nëse thjesht ka bërë marrëdhënie me një gruë të cilën realisht akti martesës ka mangësi. Mirë po, ato mangësi nuk e zhvlerësojnë martesën. Si për shembull, është martue vajza pa dëshmitar. Është martu vajza pa pëlqimin e kujdestarit a prindit, veten e ka martu. Ka në hadith vërtet pejgamberit sa ajo vajzë e cila e marton veten, domethënë niqahi i saj është batil, i anuluar, niqahi i saj është anuluar kështu me radhë. Mirë po, ne themi sahih, sipas mendimit më të saktë të mëdhëbeve, se ky lloj martesës, edhe pse mungojnë disa prej kushteve, si në rastin konkret dëshmitarët apo leja e kujdestarit, martesa është në rregull, se realisht me bë, domethënë me u martu në kësi rasti, faktikisht automatikisht i takon mehri asaj. Apo nëse vjen të shkurizimi, domethënë çështja e detit është e njëjtë si më kanë martu me gjitha domethënë rregullat. Pra, rasti i dytë, pas martesës të rregullt, është martesa e cila i ka disa mangësi, mirë po nuk anulohet përfundimisht. Çështja e tretë e kanë cekur kur bën njeriu marrëdhënie duke menduar se duke bërë marrëdhënie me gruan e tij, e që realisht ajo ka mundësi me ka gabim dikush tjetër. Realisht kjo ndoshta ka mujt me ndodh të një herë kur s'ka pas të rrim, kanë pas domethënë njerëz pak më ngushtë, domethënë familje të kështu me radhë. Tash kjo domethënë me që kanë cekon si mesele se pothuajse janë ndoshta raste, po them që s'ka që domethënë përzihen këto çështje, mirë po tash është pak më e rrallë. E nëse vjen deri te ajo, ka pe dietarëve që thonë edhe sa i takon mehri, e ka pe dietarëve thonë nuk i takon mehri, nga sa realisht njeriu ka flajt me një grua e cila realisht nuk është gruaja e tina, mirë pas nuk është zina, se ka bë zina, se s'ka flajt të mendu që, domethënë ka flajt të mendu që është gruaja e tina. E nëse flen me dikën që realisht është zina, atëherë nëse duke bërë zina, ka mundësi me konë dy forma, ose duke bërë zina me vetë dëshirën e grus, atëherë asaj nuk i takon dhurat fare, edhe nuk i takon kjo mehri hiç, edhe ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka ndaluar prej 3 gjërave, me shit qenin edhe me marrët çparet e shitjes qenit, parën e asaj gruse cila bën një moralitet, edhe parja e atij që qet fall. Këto trija domethënë janë të ndaluara në fen tonë. Mani mend, parja e shitblerjes qenit, parja që merret kompenzim marrëdhënieve intime, edhe parja e cila merret me qit fall. Këto trija i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe janë haram. Pra thjesht nëse një grua me vetë dëshirë bën imoralitet, realisht nuk ka kur farhako me lyp edhe me dhon kur far dhurate, nga se me vetë dëshirë e ka ul autoritetin dhe ka në përkëmbër derën e saj dhe thash pejgamberi se me ka ndaluar në çështje të tillë. E nëse thjesht bën marrëdhënie me dikën, marrëdhënie intime, zina, mirë po e dhunon përkundër dëshirës së saj, atëherë ka prej dietarëve që thonë kjo i takon mehri, se realisht kjo e ka çndëru, edhe ka çndëru jo me vullnetin e saj, po thjesht e ka domethënë dhunuar, edhe domethënë i takon mehri, e ka prej dietarëve thonë nuk i takon mehri, mirë po domethënë atij i takon dënimi, gurzimi, domethënë apo nëse është i martuar, apo nëse nuk është i martuar, domethënë diçka pak më lehtë. Mirë po dënim patjetër, edhe nuk shtojmë diçka
çka nuk ka shtuar domethënë feja jonë. Në mesele kanë cekur të çështja e dhunimit, kanë thonë nëse dhunon e ka qenë beqare, edhe nuk ka qenë beqare, domethënë edhe ata që thonë që domethënë nuk i takon të dhunuarës, thonë nëse ka qenë beqare duhet kompenzim për shkak domethënë prishjes veçarisë së saj, e nëse s'ka qenë beqare, domethënë thash sipas mendimit të Sheikhul Islam Ibn Taymiyes se Ibn Taymiyes thonë se nuk ka asgjë prej mehrit, nga se ai e takon dënimin që ka bërë zina, edhe nuk vështojmë dispozita tjera më tepër se që kanë ardhur në shariatin tonë. Edhe çështja e fundit është nëse njeriu bën marrëdhënie në një rrethon të martesës që ai mendon që është martesë, mirë po martesa atyre është e zhvlerësuar. Tash janë disa kushte kur ato nuk plotësohen, realisht martesa është e zhvlerësuar. Nëse njeriu e marton gruan sa është në të marrëdhënien e shkrollëzimit apo vdekjes të burrit, që quhet idet, thjesht ai lloj i martesës është i pavlefshëm fen tonë. Apo e marton gruan e pestë. Shariatin tonë maksimalisht lejohet 4 gra njëkohësisht me marr gruan e pestë, realisht e pesta është haram dhe thjesht edhe nëse ti e çon domethënë në martesë, ajo të ne në shariatin tonë është e anuluar dhe nuk pranohet. Mirë po, tash kjo dallon. A është të e ditë rastin konkret domethënë këtë çështje, apo nuk është të e ditë, për shembull gruaja, a e ka ditë që është gruaja e pestë në rastin konkret, apo se ka ditë? Nëse se ka ditur, domethënë ka dietarë thonë që i takon mehri, se e ka menduar që është në grua edhe domethënë i ka plotësuar martesa të gjitha domethënë kushtet. Mirë po nëse ka ditë që është për shembull grua e pestë ose u martu në kohën e idetit, ai lloj martesës domethënë është i refuzuar dhe domethënë nuk i takon kurrë se me vetë dëshirë domethënë ka bërë si shkelje të caktuar. Edhe kjo është në këtë mesele. Mesele tjetër që e kanë cekur dietarët është çështja se mehrin edhe dorëzimi i nusës të burri realisht mund me kurzu njeriu që mos me dorëzu, domethënë për shembull baba çikën e vet, pa ja dhënë që dhuratën. Për vetëm në disa raste. Ka raste kur duhet me dhënë vajzën, nëse realisht për shembull e ke caktuar këtë mehrin, mirë po e ke caktuar mehrin mas një kohë mas martesës. Atër faktikisht nuk i drejt me lyp e me thonë s'po të japi çikën, pa e dhënë dhuratin se vetë faktikisht e ke caktuar dhe me thonë ma vonë me ardhë ke dhurata. Apo realisht vetë e ke dhuruar, vajza e ka dhuruar çështjen e mehrit, dhe me thonë mas e që caktuar, ka pas obligim me dhënë para se me martue, mirë po aja ja ka shtyje, mas andej faktikisht edhe në këtë rast dhe me thonë nuk ka njeriu drejt me enal apo ajo nusja vetëm për më martu për shkak të mehrit, nga se mehri ose është shtyjer në fillimisht ose është dhuruar edhe u hiq dorë edhe u shtyja fati më së ndej. Çështja tjetër që e kanë cekur dietarët është çështja kur i takon gruas domethënë mehri që është caktu apo mehri i ngjajshëm. Mehri i ngjajshëm është ai mehri i cili s'është caktu para se të martu, e kur të martohet ose të vdes, automatikisht aktivizohet mehri i ngjajshëm. Mehri i ngjajshëm dietarët kanë thonë është më i ngjajshëm sa ka marrë nona e saj, sa kanë marrë motrat e sajna, sa kanë marrë hallat, tezet, realisht këshyret rrethi i saj familjar edhe niveli i tyre se çfarë dhurate ka pas, çfarë niveli i dhuratës i takon. Jo që kam thonë atë që faktikisht me lanë këtë çështje, domethënë edhe me denu njëri tjetrin me këta plotësnort, domethënë të cilët thjesht zakonisht nuk e kanë dert fort çështjen e zgjedhjes problemit, po me ja majt krahun atij i cili është më i fortë, edhe me gjykuar me atë që s'ka ardhur në ligjin e Allahut dhe shariatin e tij. Mirë po, nëse s'është caktuar shariati o ardhë ndarja, faktikisht
ose dhe më thonë merren vesh edhe vetë dhe më thonë i dhojnë dhuratë sa i pajtohen dy qiftet, ose thjesht aktivizohet klauzula e dhuratës së ngjashme me anëtarë tjerë të familjes. Mirë po, komplet mehri i caktuar aktivizohet, apo mehri i ngjashëm, dhe më thonë në disa raste. Rasti i parë është kur vdes njëri, dhe më thonë kur vdes njëri prej burrave, prej qiftit, automatikisht çaj mehri që u koni caktuar. Për shembull, u koni caktuar 5.000 euro para martesës, 10.000 pas martesës. Ose nuk u koni caktuar hiç mehri. Mirë po ka vdek, do thonë njëri prej tyre, realisht edhe që je pjesa e mbetur, që s'është dhënë më herët, aktivizohet me klauzula më përfundu. Apo s'u caktu fare, aktivizohet klauzula me u dhënë, domethënë, ajo që është e ngjashme, domethënë me anëtarët e familjes së saj. Në rastin e parë, kur vdes, domethënë njëri prej çiftit. Rasti i dytë, kur aktivizohet që me u dhënë krejt mehri i caktuar, apo i ngjashëm, thojnë është edhe kur të myt njëri tjetrin. Realisht kur të myt burri, po kuptohet se realisht ai ka edhe obligime tjera përveç mehrit, mirë po dhe gruaja, domethënë nëse faktikisht e ka myt, domethënë burrin për arsye që ka mundësi me ndodhë kjo punë, realisht ajo mehrin e merr, mirë po e merr edhe dënimin vetë që e meriton. I takon krejt mehrin me e marr, apo mehrin e ngjashëm, domethënë kur faktikisht gruaja kryen marrëdhënie me burrin e saj dhe martohet dhe shkon te burri. Rast tjetër e kanë cekur dietarët është kur vetmohen çifti, të cilët janë martu me akt kurrizimit dhe janë vetmu, automatikisht si vetmohen edhe kanë pas mundësi me kry marrëdhënie intime, realisht domethënë i takon mehri i ngjashëm apo mehri i caktuar. Domethënë te çështja e vetmisë ka domethënë rregulla dhe detaje, domethënë edhe më të komplikuara, se i kanë cekur dietarët se cilat domethënë vetmi është ajo e cila i plotson kushtet për me u aktivizu klauzula e mehrit. Ndoshta nuk ka nevojë me hinë detaje më tepër. Çështja e pestë, kur njeriu e lëshon gruan e tina në rast smundjes njërit prej tyre, para se mu martu, burri u smu, edhe para se me e shet që po tudet që është smuja vdekjes, ka bo akt martesës me një gru, edhe tash qofse martohet me ta, i ka premtu dhuratë madhe, edhe faktikisht për mi këtyne obligimeve lëshon para se mu martohet që mi takuve gjysa për shembull. Apo edhe në anën tjetër, e shet që jo vetë që smut, po aje gruja që nga smut, edhe që nga smut që domethënë faktikisht e shet që veç e komplikon punën e vetes e kështu me radhë, për mi këtyne obligimeve lëshon para se mu martu. Realisht në këtë rast, realisht aktivizohet klauzula e dhuratës komplet, nga se trajtohet me të kundërtin e asaj qëllimi që ka pas qëllim me ik obligimeve, domethënë që i ka çift ndaj njëri tjetrit, atëherë faktikisht domethënë automatikisht i aktivizohet klauzula komplet. Çështjet që kanë cekur domethënë si çështjen e vetmisë, kanë cekur çështjen e prekjes e kështu me radhë, disa çështje që realisht njeriu nuk i bën vetëm se me gruan e tina, realisht edhe këtë e kanë cekur si akt i cili e aktivizon klauzulën e mehrit. E kanë cekur edhe dy mesele edhe me këtë përfundojmë, se thashim çështja e koklavitura edhe s'kisha pas ndoshta qef shumë me hinë to, për kaq se domethënë një detaje që ka herë kur pyetesh është mirë me u përgjigj, po realisht shumicës të njerëzve nuk i interesojnë këto gjëra, mirë po përderisa jam duke shpjeguar këtë libër, jam duke shkuar rend domethënë shpjegimit të librës, çështja është kur është gjysmë e dhuratës apo mehrit, është tojnë kur bëhet ndamja prej anës së burrit. Burri e lëshon gruan, pasi që ka caktuar mehrin, para se me u martu,
atëherë do më thonë i takon gjysma e asaj, pas do më thonë dhurate që e ka caktuar. Mirë po, qofse ndodh me nda gruaja, për shembull dezerton gruaja del pe islamit, edhe në të ngjashme realisht që faktikisht e ja bojnë burrit të haram mu martu me atë grua, pra është ndarja nga ana e gruas, atëherë faktikisht e asajna ma nuk i takon asgjë nga mehri, nga se realisht mehri jepet për shkak të martesës. Aja ja ka përmundësue edhe ndarja e saj ka qenë nga ana e sajna me çështje që realisht ja bojnë të ndaluar martesën me të. Në këtë rast realisht ma nuk mbetet asgjë për të marrë aja nga mehri, nga se një farforme me të veprat e saj, sikur ja ka përmundësu vetes me përfitu diçka prej kësaj dhurate. Këto ishin disa, domethënë dispozita në lidhje me meherin, dhuratën që i jepet nusës për martesë. E filluam aty ku kam përfunduar të çështja se është mirë edhe është sunet me u caktu mehri para martesës, që më ju largue njeriu, domethënë mos pajtimeve, qofse kanë mundësi me ndonë të ardhmen, mirë po ka mundësi ndonjëherë edhe nuk caktohet mehri, atëherë secilët janë dispozitat, mundum disa me i cekur dhe sot, duke lutur Allahun azza xal që të na shton diturinë në fenë e tina, mirë po edhe të veprojmë bazë asaj që na ka mësuar Allahu azza xal, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.